Amerika ose presidentët cili do t'jenë nuk e kanë lënë Kosovën, nuk e kanë përjashtu Kosovën. Dhe unë jam shumë i bindun dhe besoj në atë që populli Amerikan që ka kontribu shumë për Kosovën dhe ka dhënë shumë për Kosovën, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke përfshirë dhe politikat e tyne, janë me Kosovën. Por aftësia jonë për me zgjedhë qeverinë ka ndikuar edhe deklarimet e kryeministit edhe veprimet mos t'i përmend cilat, ka ndikuar që të mirët vendimi përkatës. Jo keni pa, çfarë propagandës njësoj sikur në kohën e kur shkojshin në Amerikë edhe kur u ktheshin, i kam taku shumë për tyre, më tregojshin sa janë ata stekat e mëdhej në Amerikë. Edhe këta, kush i ka prit në Amerikë? Takime, margjinave të OKB-s, është e letë me marrë me u taku. Unë edhe ty, kur të kesh shef, e kam dikan një mik atje, që ka mundësi me i fut njerëz mrena, kur të kesh shef ti, do i në hol kam qenë më thuj, veç a e ki lekë me më thu, dhe shka. Por, në qofë se këta s'kanë pas ftesë, presidentja dhe kryeministri, atëherë lind pyetja vetë nga qytetarët do duhet pyesnin. Ku i kanë marrë lekë që kanë shku atje? Me cilë lekë kanë shku? Në qofë se s'ka ftesë zyrtare, si shkanë të atë? Në qofë se ke projektu në bugjetin tëndë dhe ke vendos paktën institucionalisht në Kosovë, dhe s'ke ftesë, ti ke shku katë atje. Me në të regu qysh po takonin kafe, të pi kafe edhe në e fotografi të rastishme aty në margjinat e atësaj, ose me thonë që u fotografum na, e folëm e në thaj e thash, 15 sekonda është protokolli i palve që kanë me protokoll dhe kanë rezervu venin me u fotografu me presidentin e Amerikës dhe bashkëtorën e tij. Asnjë fjalë aty s'muj me folë se 15 sekonda. Tani kur u takut? Pse nuk ka, për shembull, e pash edhe me atë ministrin e sekretarin e shtetit e takova, i thashë më tha, me sekretarin e shtetit nuk bisedohet në kom. Edhe me presidentin nuk bisedohet të fotografu. Dihet se ti s'ke qenë mrena në salë. Na ka provoku Vučići duke mos qenë aty. Se nuk është problemi që e ka provoku presidentën e vendit edhe kryeministin vendit tonë. Por, ka qenë për mu fyrje ofendim shumë i ranë për Kosovën, kur ai duke u zgërdhia Vučići tha, unë jam këtu, tha, po ata s'janë këtu. Ata janë jashtë atje te ajo ndërtesa tjetër, edhe në pjesën kur rinë sekretariati ku pinë kafe, sekretariati i OKB-s. Edhe shkumi aty në darkën protokollare, unë nuk e di kush ke kaftu, qysh është tu, por është problem për neve. Nuk është problemi nuk kanë bërë këta faj, por na kemi me kry detyra. Na kemi me kry detyra tona për me mujt me hiq aty. Problemi më i madh i Kosovës është me hi në OKB dhe me ndërtu bashkëpunim me shtetet dhe me vendet të cilat s'na kanë pranu. Halide, interesant është përgjigja e kryeministrit, pra ai është përgjigjur kur për përjashtimin nga dialogu strategjik, ka thënë që nuk kemi prishet raporte, por kemi dallime, sidomos në atë se si trajtojmë raportet me Serbinë. Kryeministri ka ardhur me zbatu kushtetutën dhe me respektu kushtetutën. Me Serbinë as mundet me nis luftë Albini, as Serbia me Albinin.